Pasi një tërmet me magnitud 7.5 goditi Japoninë verilindore të hënën, autoritetet paralajmëruan përsëri për mundësinë e një megatërmeti në të ardhmen. Kjo do të thotë se vëmendja në Japoni po përqendrohet te i madhi, një tërmet që ndodh vetëm një herë në një shekull. Në shtator, paneli japonez për hetimin e tërmeteve tha se kishte një shans prej 60 deri në 90% që një megatërmet të ndodhte në Nankatsu, një zonë me aktivitet sismik që shtrihet përgjatë Bregdetit të paqësorit të Japonisë brenda 30 viteve të ardhshme, shkruan BBC. Në prill, autoritetet kishin paralajmëruar se një megatërmet kishte potencialin të shkaktonte një tsunami prej më shumë se 20 metrash, që mund të godiste pjesë të Tokios dhe prefekturave të tjera. Ata parashikuan se do të kishte rreth 300.000 vdekje dhe triliona dollar dëme ekonomike. Pra çfarë është i madhi? A mund të parashikohet dhe a ka të ngjarë të godasë së shpejti? Çfarë thoshte paralajmërimi i fundit? Zyrtarët u bën thirrje banorëve në 7 prefektura nga Hokkaido në veri deri në Shiba të Japonisë qendrore, që të qëndrojnë në gatishmëri të lartë për një megatërmet të mundshëm. Kjo është një zonë e gjerë me miliona njerëz. Një zyrtar qeveritar tha se ekzistonte mundësia që një tërmet në shkallë të gjerë me magnitud 8 ose më shumë të ndodhte si tërmet pasues në rajon. Autoritetet u kërkuan gjithashtu njerëzve të kontrollojnë rrugët e evakuimit, të sigurojnë mobilitet dhe të përgatisin pajisje emergjente, përfshirë ushqim, ujë dhe tualete portative. Megjithatë, urdhër evakuimi nuk u lëshua. Drejtori i Japonisë për menaxhimin e fatkeqësive tha në një konferencë për shtyp se të dhënat globale për tërmetet sugjerojnë se ka një mundësi, jo një parashikim, që mund të vijë një dridhje më e madhe. Zyrtarët thanë se mundësia që të ndodhë një tërmet edhe më i madh është rreth 1 në 100.